Domthon organizimi i vendpunishtës të jetë më i mirë. Kabllët e rrymës pa pastërtitë edhe qasja në objekt janë 3 vrejtje që na ja japim këtë rast. Në më pak se 2 javë, Inspektorati i Punës ka xhurmuar bizneset e ndërtimit për të verifikuar nëse ato po zbatojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kriteret të cilat duhet të zbatohen në çdo vend punishte kanë përfunduar me mbylljen e mbi 100 kantierëve të ndërtimit dhe bllokimin e punimeve në mbi 100 objekte të kësaj natyre. Mëngjesin e datës 29 prill, inspektorët kanë marrë detyra specifike për kontrolle në Mitrovicën e Veriut. Në këtë komunë, inspektorët nga informacionet paraprake kanë identifikuar disa kantiere ndërtimi të cilat do vizitohen për kontrolle të detajuara. Synimi i inspektorëve është të zbulohen shkeljet e rregullave që rrezikojnë sigurinë e punëtorëve. Në vazhdën e inspektimeve sipas aksionit në ndërtimtari, sot jemi në Mitrovicën Veriore, ku me ekipën e inspektorëve të Inspektoratit Qendror të Punës do të inspektojmë disa vendpunishte në 4 komunat veriore të Mitrovicës. Të veshur me rrobat e tyre të gjelbërta, inspektorët e punës shfaqen në kantierin e ndërtimit. Detyra e parë e tyre është të kontrollojnë zonën për parregullsi. Në pak minuta, inspektorët do kontrollojnë nëse kompania që po ndërton një objekt publik zbaton rregullat e sigurisë në punë, duke përfshirë shënjëzimet dhe vendosjen e rrethojave të sigurisë. Sipas rregullave, vrojtimi fillestar zhvillohet me sy të hapur, ndërsa të dhënat dokumentohen me fotografi dhe proces verbale të inspektimit. Dëgjoj janë disa vrejtje të vogla, nuk janë vrejtje të mëdha, ka pa pastërti brenda objektit. Donim i pastru me organizue punën, që me pas me kriju kushtet më të mira të sigurisë në punë. Domthon organizimi i vendpunishtës të jetë më i mirë. Kabllët e rrymës pa pastërtitë edhe qasja në objekt janë 3 vrejtje që na ja japim këtë rast. Inspektimi konstaton disa shkelje në hapësirën e vendpunishtës dhe në raste kur ato nuk janë të rënda, inspektorët japin rekomandime për përmirësimin e gjendjes. Punëkryesi udhëzohet të rivendos kabllot e energjisë elektrike dhe të vendos një rrethoj në perimetrin e vendpunishtës. Kabllët ku i keni organizoni pak më mirë se nuk janë në rregull, se vazhdimisht shkelni këtu nëpër kablla. A jam i dakord? Dakord. Veç mundësisht qasja që të jetë në vendpunishte sa më e sigurt, se po më duket që nuk është shumë e sigurt. Po mund të ketë edhe atë pjesën me shfrytzu prej rrugës. Ka mundësi pas ka shkallëzim që deri te vendpunishtet janë të sigurt kur të hyjnë punëtorët. Mos ka se ka mundësi shitje të dhëut këtu. Kontrolli në kantierin e parë përfundon duke konstatuar disa parregullsi të vogla dhe duke dhënë rekomandime për përmirësime. Caku tjetër i inspektorëve është një kantier tjetër ndërtimi. Hapësira ku po punohet është një hapësirë publike dhe inspektorët gjejnë parregullsi të vogla. Jemi në vazhdën e aksionit të inspektimeve për siguri dhe shëndet në punë, duke zbatuar vendimin e qeverisë gjithsesi të Ministrit të Punës. Tani jemi duke shkuar në lokacionin ku do të kryhet edhe inspektimi i paraparë në bazë të vendimit të qeverisë. Tani po vazhdojmë inspektimet në lagjën e Bosnjakëve në Mitrovicën Veriore. Tani do të hyjmë në objektin dhe të vërtetojmë nëse i plotësojnë kushtet nga siguria dhe shëndeti në punë. Erdhëm me vizitu objektin e juve, kush është punëkryes. A mundesh më dhënë numrin e identifikues shefin, dikush do të më konën se jemi të vizitu, jemi për siguri dhe shëndet punë. Ashtu ardhë inxhinieri, çaj e përfaqëson, henti mrenda. Sipas ligjit, në inspektimet e kantierëve të ndërtimit, inspektorët kontrollojnë edhe kontratat e punëtorëve dhe rregullsinë e orarit të punës. Të dhënat kërkohen nga punëkryesi për të mundësuar verifikimet e mëtutjeshme. Tani jemi në përfundim të inspektimit të kryer. Në këtë subjekt kemi shqiptuar vërejtjet për shkak të pastërtisë, radhitjes së materialeve inerte në objekt. Masat e sigurisë janë, sepse objekti nuk është gjendet vetëm përdhesa dhe kështu që i kemi dhënë vërejtje punëkryesit që të ndërmerr masat.
Inspektimet në zonën e Mitrovicës së Veriut përfundojnë me 2 vërejtje për bizneset, ndërsa deri në fund të prillit, inspektorati ka mbyllur 123 kantiere ndërtimi, të cilat nuk zbatonin rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë.